se erdhët përsëri, vazhdojmë tani me recetën e dytë. I tregojmë pak përbërësit edhe kemi në tryez. Më ikën si veriu, më ikën. Për si flutur me ngjita të shkallët. Prit me pak. Po si ngjite ra shkallët. E di, asë diskutohet. Aty ke shumë të drejtë. Harrova që në recetë ishin 2 vezë, dhe njërën e kemi për brënda të beshamelin, ndërsa tjetra do jetë për të lyer petën e sipërme për të marrë ngjyrën e bukur të gjatë pjekjes. Luajmë shirita dhe i mban dhe pak më të mbledhura kjo veza, se piqet bashkë me to. Ndryshe, do t'ishte një pjekje normale. Kështu është pak më e ndezur, ngjyra më e kuqeremt, dhe ato koret dalin dhe më të shishme. Kaq thjesht, një vezë që vërtet i jep ngjyrën, besoj se i kam lyer. Çfarë na zjen aty mishi? Mish. Kockat me janë kockat, thash. Jemi pak më... Niki, e merë direkt. Është të ngrohur siç duhet. Fjalë, opa, urdhëro. Kalojmë tek receta e shkruar e gjellës tonë. Bizele me mish, direkt. Kalojmë tek bizelet, shohim pak përbërësit e kësaj recete, të thjesht, të stinës, me ngjyra plot, gjellë me bizele, me patate, me karota dhe me perimet të tjera. Kemi po ashtu edhe kërpudha në këtë recetë. 400 gram bizele, 2 patate, 2 karota, 5 kërpudha, 3 qep të njoma, 1 speci kuq, 1 lugë gjelle salcë tomate, 1 tuf koper, 1 lugë çaj kerri, vaj ulliri, krip, piperizi dhe lëng mishi. Tani, perimet i kemi në kubik, patatet në ujë, koperim kështu, që kombinohet ai kombinim shumë të mirë me bizelet. Kam vendosur qepët. Qep, pak ose fare krip. Shtoj pak yndyrë. Dhe në fund fare, unë do t'i jap me qumësht atë shijen e duhur. Po të dua e kaloj në vorbë në fund fare, që t'i jap këtë atë ajkosin e dur, ose në të kundërt, si që kemi në tenxhere. Pra, ka vendosur qepën me ujë. Tani ju e pat që shtova pakës krip, si kur se shtova dhe pakës fare vaj. Kam lënë patatet, gjë që më duhen të marrë vetëm patatet e prera kubik, ujë normalisht që mos të nxihen, dhe i lë derisa të përthiten pak fare lëngjet. Ujin e dim për tek lulet dhe lajduar dhe vi më fuqishëm se pjesa e parë. Pra kemi këtu edhe kërpudha edhe mish, apo do përdojmë vetëm lëngun e mishit? Unë do përdoj vetëm lëngun. Po, se kërpudhat kanë proteina, me që mishin shumë mirë. Kam lëngun e mishit këtu. Mishin me gjithë kocka. Kam edhe pjesën tjetër që e largoj direkt. Ma anë të njësite, transferoj lëngun nga tenxherja këtu. Do të shtoj salsën. Ta shpërbëj, sepse është salsë e koncentruar, jo e freskët, derisa e një taj gjë është, do marrë qepën do të ka urdisë, do shtoj salsën. Unë shte patatet, pra nuk ka në një ndryshim. Do të shtoj erzat. Kam keri që jep një shije të veçantë, dhe kerin kemi thënë kemi me 7, ose me 12 përbërës. Ne kemi atë kerin që është më me pak përbërës na vjen. Normalisht, se do më të pyesi mua kush është keri më i mirë. Keri më i mirë është past. Është past, është puna e salsës koncentruar, gjë që kemi 4 lloje. Kemi për karkalecat, për mishin e pulës, për mishin e viçit,
për peshkun, pra janë 4 lloj, deri tani, deri tashmë, pastaj nuk di. Sikurse janë dhe ngjyra të ndryshme që bën që ne ta dallojmë, nëse nuk e lexojmë. E lë derisa të bëhet kremoze, duke shtuar pjesën e kripës, sikurse dhe pakës piper. Unë e kam prerë në kubik të vegjël pataten. Sa më kubik të vegjël, normalisht zjerja është më e shpejtë. Kam dashur që të jem në njësi prerëse të jetë bashkë me perimet. Do të shtoj dhe perimet e tjera, gjë që këto perime unë i kisha të ngrira në frigorifer. Dhe një përzierje nuk shtoj ujë për momentin, sepse janë perimet e ngrira. Marr sitën. Kemi dhe pak qumësh për t'i shtuar, se kemi thënë që çdo gjelle, madje dhe fasuleve, sikur e ëmbëlson dhe e ndryshon më të. Largoj kockat, një sekond. Nike, mba një sekond këta. Bëjmë tani këtë kullimin, Ose pse të shkojmë shumë gjatë, mua më pëlqen të jem më praktike, përdora. Paralel lëngun me perimet. Gjella do të zjej avash avash E lë të zjetë avash avash, një përzierje, dhe ne na mbetet ta presim që ta shijojmë pastaj bashkë me byrekun me prosciutto dhe djathë që është duke u pjekur në furrë, dhe pas publicitetit sërish do të kthehemi me recetën e tretë. Ç'a kemi pastaj? Kemi qofte me spinaq, me miell misri, të tjera aty nuk të shikoni, po.